Informacionet e qarkulluara në media për shkarje të rrugës dhe bllokim të segmentit Qukës-Qafploq janë fake news. Rruga nuk është bllokuar për asnjë sekond, po rrëshqitje të rrugës ka patur në këtë segment në orët e para të mëngjesit, por firma ndërtuese ka devijuar qarkullimin e automjeteve nga bypassi i ndërtuar kohë më parë, pasi ishin konstatuar ndryshime në strukturën gjeologjike të zonës ku shtrihet segmenti rrugor Qukës-Qafploq. CNA sjell fotot. Atje është ndërtuar një bypass shumë ditë më parë se të ndoste rrëshqitja. Inxhinierët e firmës ndërtuese të konsultuar nga gjeologët, të cilët kishin parashikuar rrëshqitje të dherave dhe gurve për shkak të rreshjeve të shumta dhe përkeqësimit të motit, kishin marrë masa për ndërtimin e një bypassi për të shmangur bllokimin e qarkullimit në këtë segment të rëndësishëm rrugor. Fotot e siguruara nga CNA tregojnë se bypassi është ndërtuar prej kohësh. Rruga ka pësuar rrëshqitje sot në orët e para të mëngjesit dhe bypassi nuk mund të ndërtohej brenda ditës, por shumë kohë më parë, pikërisht për këtë arsye. Është bllokuar edhe qarkullimi në pjesën e segmentit ku mund të kishte shkarje të mëdha, të cilat ishin konstatuar nga firma që ka ndërtuar rrugën dhe që bën mirëmbajtjen e saj, dhe është ndërhyrë shumë kohë para se të ndoste rrëshqitja, pikërisht për të shmangur çdo lloj aksidenti që mund të kishte pasoja në njerëz. Rreshjet e shumta të javës që po lëm pas kanë shkaktuar rrëshqitje të mëdha në segmentin rrugor Qukës-Qafploq. Fotot dhe videot i kemi parë të gjithë. Firma ndërtuese pritet të ndërhyjë, por për shkak të motit edhe sezoni dimror do të duhet më shumë kohë për të kryer studime të thelluara gjeologjike për të zgjidhur problematikën e krijuar. Rruga Qukës-Qafploq nuk është bllokuar për asnjë sekond për shkak të shkarjes. Përmëtepër, rruga është devijuar dhe është e hapur pasi është ndërtuar një bypass shumë kohë më parë nga firma që ka ndërtuar segmentin rrugor dhe kujdeset për mirëmbajtjen e tij. Me informacionet e rreme për bllokim të rrugës Qukës-Qafploq, ushqehen si gjithmonë opozitarët, të cilët nuk kanë hallin e rrugës, por se kush të shkruaj flet rufen më të gjatë për kundërshtarin politik.